Detajet të reja janë zbardhur nga dosja hetimore e SPAK për grupin kriminal të drejtuar nga Inez Hajrullah, i cili u godit në operacionet të muajit mars. Sipas përgjimeve të platformës së koduar Sky EKC, rezulton se Hajrullah dhe bashkëpunëtori i tij i afërt, Ervis Matodashaj, kanë marrë vazhdimisht informacione se grupi rival i Fatmir Hysenit, i njohur me Nofkën Doqe, po përgatitej prej kohësh për një goditje ndaj tyre. Në komunikimet e përgjuara, dyshohet se shkëmbeheshin të dhëna për lëvizje, vendodhje, persona të përfshirë dhe automjetet e përdorura nga palët. Për shkak të pamundësisë për të goditur drejt për drejt Fatmir Hysenin, i konsideruar si një figurë e vështirë për të arritur nga drejtësia, grupi i Hajrullës dyshohet se ka vendosur të veprojë në mënyrë parandaluese, duke synuar të thyej krahët e grupit rival përpara çdo sulmi të mundshëm. Në këtë kontekst, në shënjestër ka përfunduar edhe Gentian Qarri. Në shkurt të vitit 2021, pas identifikimit të disa anëtarëve të grupit kundërshtar, interesimi i tyre është fokusuar në gjetjen e bazave dhe vendodhjeve të tyre, me qëllim informimin e autoriteteve, një veprim i përshkruar në komunikime me shprehjen "T'ju çojmë shtetin", që nënkupton denoncim apo ekspozim ndaj policisë. Dosja hetimore tregon gjithashtu përdorimin e GPS-it të vendosur në automjete për ndjekjen e lëvizjeve të kundërshtarëve, me qëllim monitorimin dhe përgatitjen e atentateve të mundshme. Sipas hetimeve, informacionet që i vinin grupit të Hajrullës nuk ishin rastësore, por dyshohet se buronin nga një person i brendshëm që i informonte për çdo lëvizje, përfshirë edhe planet e goditjes ndaj tyre dhe bashkëpunëtorëve. SPAK thekson se Hajrullah dhe Matodashaj komunikonin në mënyrë të vazhdueshme edhe pas ngjarjeve kriminale, duke analizuar detajet e ekzekutimit të Gentian Qarrit, i cili dyshohet se u krye me porosi të tyre përmes komunikimeve të koduara dhe radiokomunikimeve mes grupeve. Fatmir Hyseni, i shpallur në kërkim për vrasjen e ish policit Santiago Malko, dyshohet se ka lidhje edhe me ekzekutimin e Edison Harizait, i njohur me Nofkën Faqe Djeguri apo El Padrino i Vlorës. Harizai u ekzekutua më 6 nëntor 2018 në Kavaj, teksa udhëtonte nga Tirana drejt Vlorës, ku ndaj automjetit të tij u qellua me breshëri armësh, duke marrë disa plumba fatal. Pas vrasjes së tij, drejtimi i grupit kriminal në Vlorë dyshohet se kaloi te Inez Hajrullah, periudhë që sipas hetimeve shoqërohet me një seri përplasjesh dhe ngjarjesh të dhunshme në qytet, të interpretuara si zinxhir hakmarrjesh mes grupeve rivale.